Genealogjia e moralit. Friedrich Nietzsche. Eseja e tretë, fragmenti 6. Schopenhaueri ka shfrytzuar konceptimin kantian të problemit estetik, edhe pse është e qartë se nuk e ka konsideruar me një shikim kantian. Kanti mëtonte se jepte nderin e vet artit duke preferuar dhe duke vënë në plan të parë, mes predikateve të zbukurës, ato që formojnë krenarinë e njohjes, pavetërsia dhe vlefshmëria e përbotshme. Nuk është ky vendi për diskutuar nëse kjo ka qenë në fund fare një gabim. Dua vetëm të nënvizoj faktin se Kanti, si gjithë filozofët, në vend që të vërnë fokus problemin estetik duke u nisur nga përvoja e artistit, e krijuesit, ka medituar mbi artin dhe mbi të bukurën vetëm nga pikëvështrimi i spektatorit dhe ka përfshirë kësaj pa e vënë re edhe spektatorin në konceptin e zbukurës. Dhe sikur të paktën filozofët e zbukurës ta njihnin mirë këtë spektator, pra si fakt të madh dhe përvojë personale, si një plotësi për jetimesh të veçanta dhe të forta, dëshirash, surprizash, gëzimesh në sferën e zbukurës. Përkundrazi, druhem se ka ndodhur gjithmonë e kundërta. Dhe kështu, ata na kanë dhënë qysh për fillime dhe për kufizime tek cilat, si tek ai përkufizimi i famshëm që i dha Kanti zbukurës, mungesa një përvoje më të rafinuar personale mori pamjen e një krimi të madh, një gabimi themelor. Kanti ka thënë, e bukur është ajo që pëlqehet pa interes. Ta krahasojmë këtë përkufizim me një tjetër, dhënë nga një spektator dhe një artist i vërtet, Stendhali, që një herë quajti të bukurën une promesse de bonheur. Këtu refuzohet dhe eliminohet në çdo rast pikërisht e vetmja gjë që Kanti vlerëson te kondita estetike, le désintéressement. Kush ka të drejtë? Kanti apo Stendhali? Sigurisht që sikur estetet tanë mos lodhen duke hedhur në peshore në favor të Kantit, faktin se fal magjisë së artit mund të shihen pa interes edhe statuja femrash lakuriç, do të na lejohet fare mirë të qeshim pas shpine me ta. Përvojat e artistëve në lidhje me këtë çështje delikate janë shumë më interesante dhe Pigmalioni nuk duhet të ketë qenë në asnjë rast një burr jo estetik. Le ta gjykojmë pra me dashamirësi pafajësinë e estetëve tanë që pasqyrohet në argumente të këtilla dhe le t'i bëjmë për shembull ner Kantit për atë që ditë mësoi mbi karakteristikat e veçanta të taktit, me një naivitet prej famullitar i fshati, dhe të kthehemi pra tek Schopenhaueri që është i afërt me artet në mënyrë krejt të ndryshme nga Kanti, e prap nuk arriti kurrë të lirohej nga tërheqja magjike e përkufizimit kantian, si ka ndodhur kjo. Ky fakt është mjaft i çuditshëm, shprehjen pa interes. Ai e interpreton në mënyrë më personale, duke u nisur nga përvoja që për të duhet të ketë qenë më normale se çdo tjetër. Për pak gjëra Schopenhaueri flet me kaq shumë siguri si për efektin e soditjes estetike, thot se ajo thjesht kundërvepron ndaj interesit seksual, si kamfuri dhe lupolina. Ai nuk lodhet kurrë se egzaltuar i këtë lirim nga vullneti jetësor, si avantazhi dhe dobia e madhe e konditës estetike, madje mund të tundohemi të pyesim nëse botkuptimi thelbësor i vullnetit dhe përshfaqjes së tij, mendimi se është i mundur një shëlbim i vullnetit nëpërmjet përshfaqjes, ka zënë fill nga një përgjithësim i kësaj lloji përvoje të seksit. Në gjithçka që i përket filozofisë schopenhaueriane nuk duhet harruar, edhe në duke kalimthi, se ajo është konceptimi i një të riu 26 vjeçar, dhe që prandaj ajo është pjesë jo vetëm e specifikës schopenhaueriane, por edhe specifikës së asaj pjese të jetës. Do të dëgjojmë për shembull një nga pjesët më domethënëse shkruara në lavd të konditës estetike, Bota si vullnet dhe si përshfaqje, kapitulli i parë, faqe 231. Pjesa e parë, faqe 231. Do të dëgjojmë tonin, vuajtjen, lumturinë, mirënjohjen me të cilën janë thënë këto fjalë. Schopenhauer. Kjo është gjendja e mungesës së dhimbjes, që Epikuri e egzaltonte si e mirë supreme dhe si gjendje hynore. Për atë çast jemi të çliruar nga impulsi i pacip i dashjes. Celebrojmë sabatin e punës së detyrueshme të vullnetit,
e ndalur rrin rrota e isionit. Çfarë afshin këto fjalë, çfarë imazhi dënimi dhe mërzie gjatë, çfarë kundërvënie, gati patologjike, kohe mes atij çasti dhe asaj rrote isioni, puna e detyrueshme e vullnetit, impulsi i pacipit dashjes, ta zëmë edhe se Schopenhauer i ka 100 herë drejt për personin e vet. E çfarë na qenë ka e rritur me këtë? Për një njohje më të mirë të esencës së zbukurës. Schopenhaueri ka përshkruar një efekt të zbukurës, efektin e pacëtimit të vullnetit, po ky mandej a është një efekt normal? Stendhali, siç u tha, natyrë jo më pak sensuale, por më harmonike se Schopenhaueri, nënvizon një efekt tjetër të zbukurës, e bukura premton lumturi. Them më tonë, se e dhëna faktike është pikërisht ngazëllimi i vullnetit, i interesit dhe nëpërmjet së bukurës. Dhe në fund, a nuk mund t'i bëhet vërejtje vetë Schopenhauerit, i cili shumë pa të drejtë këtu e quan veten kantian, se nuk e ka kuptuar absolutisht në mënyrë kantiane për kufizimin kantian të zbukurës, sepse edhe atij e bukur i pëlqen, për shkak të një interesi, madje për shkak të një interesi tepër të fortë, personal, si rrallë herë atë të torturuarit, që çlirohet nga tortura e tij. Dhe për t'u kthyer tek pyetja jone e parë, ç'kuptim ka lavdi që i bën një filozof idealit asketik? Kemi këtu të paktën një udhëzim të parë, ai don të çlirohet nga një torturë.